Ja si t'i heqësh kallot nga këmbët për një ditë, rezultati do ju lërë pa fjalë. Këmbët e plasaritura nuk janë vetëm të shëmtuara, por edhe të dhimbshme. Megjithatë, ekziston një zgjidhje e lehtë për këtë problem, për të cilën do ju duhen disa përbërës të thjeshtë dhe pa kohë. Pasi t'i keni mbaruar, mund të shihoni këmbët e rigjeneruara si më parë. Ja se si mund ta bëni këtë trajtim. Hapi i parë, trajtimi me ujë të ngrohtë, përbërësit: ujë i ngrohtë, 2 lugë sot buke dhe 2 lugë krip. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Hidheni ujin e vakët në një vask, shtoni sodën e bukës dhe kripën dhe i përzjeni mirë derisa të treten. Futini këmbët në këtë përzierje dhe i lini të veprojnë për 15 minuta. Së fundmi, fërkojini këmbët me një gur posaçërisht për to, dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike kundër kallove të këmbëve. Kallot rezultojnë në një nga shtresat e vdekura të lëkurës që mund të kenë gjithashtu presion të shtuar në to dhe të krijojnë probleme që nga fillimi. Kallot mund të bëhen të dhimbshme, ndërsa bëhen edhe më të trasha. Për fat të mirë, ka gjëra që mund t'i bëni në shtëpi për t'i parandaluar ato. Në këtë krijimtari, udhëzimet e disa mënyrave natyrale mund të ndihmojnë kundër formimit të tyre. Si përfundim, sigurohuni që të mos keni veshur këpucë të ngushta dhe të keni këpucë të rehatshme në madhësinë e këmbës për të evituar kështu krijimin e kallove në këmbë. Së pari është e rëndësishme të kontrolloni këpucët tuaja nëse përshtaten si duhet me këmbët tuaja. Këpucët që janë në shumë të mëdha mund të shkaktojnë gjithashtu edhe probleme të ndryshme në fërkimin e këmbëve, duke krijuar më shumë bezdisje dhe mund të krijojnë gjithashtu probleme të njëpasnjëshme. Ekspertët tregojnë se duhet të siguroheni që këpucët i keni në madhësinë e duhur të këmbëve tuaja, për të evituar ngushtimin, fryrjen dhe mbi të gjitha fërkimin, të cilat çon më pas edhe në krijimin e kallove në këmbë. Mos harroni të mbani çorapet e përshtatshme. Veshja e këpucëve pa çorape mund të çojë në fërkimin e këmbëve. Kjo është një arsye pse është e këshillueshme të vishni gjithmonë edhe çorape me këpucë. Ato do t'i mbajnë këmbët tuaja më të rehatshme dhe mbi të gjitha do të evitojnë edhe fryrjet e tyre. Kjo mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për rigjenerimin e shputave të këmbëve dhe evitimin e krijimit të kallove. Gjithashtu, ekspertët tregojnë se zgjidhni çorape dhe këpucë dhe jo sandale, prandaj priquni t'i mbani këmbët tuaja më të rehatshme edhe hidratohuni si duhet çdo ditë. Kjo do ju ndihmojë kundër krijimit të kallove. Kallot në këmbë janë një nga problemet më të zakonshme estetike dhe konsiderohen gjithashtu si një nga problemet më të mëdha në sipërfaqen e këmbëve, të cilat mund të krijojnë vështirësi edhe në çështjet tuaja ditore. Ekspertët tregojnë se mbajtja e këmbëve tuaja më të rehatshme mund të arrihet edhe përmes recetave të ndryshme natyrale që në kushte shtëpie mund të japin rezultate të shumëpritura. Kallot në këmbë janë lëkura të forta të cilat krijojnë bezdisje të mëdha. Sidoqoftë, pak e dini se kallot formohen vetëm për ta mbrojtur këmbën. Është një fakt një regjim i trupit ndaj fërkimeve të lëkurës në sipërfaqe të forta të tilla si këpucët ose mjetet e punës. Trupi e di që epiderma mund të dëmtohet, prandaj zonat ku bëhen fërkimit bëhen më të trasha. Në këtë video do të listojmë disa mënyra natyrale sipas Brightside për të eliminuar shpejt kallot në këmbë dhe për të përdorur produktet natyrale. Lëngu i hudhrave mund të ketë veti të mira në rigjenerimin e shpejtë të këmbëve. Hudhra ka veti të mira antiinflamatore, shëruese dhe antiseptike. Shtrydhni një thelpi hudhër dhe e përzini atë me një lugë dhe vaj ulliri. Masën e përfituar e aplikoni në kallo dhe e lini të qëndrojë ashtu për disa minuta. Rezultatet që do të merrni në këto situata do të jenë të menjëhershme, rigjeneruese për shputat e këmbëve dhe do ju ndihmojnë që të keni një shëndet më të mirë të tyre. Kjo është një mënyrë praktike që në kushte shtëpie mund të japë rezultate të duhura rigjeneruese për shputat e këmbëve dhe mbi të gjitha në evitimin e kallove. Kombinimi i preshit me hudhra gjithashtu mund të jetë një ndihmë shumë e mirë për rigjenerimin e shputave të këmbëve. I pasur gjithashtu me vitaminën C, preshi është i shkëlqyer edhe për lëkurën. Ndoshta ai ka veti të mira dezinfektuese në këto situata.
Vendosni një copë presh për 24 orë në një gotë me uthull të bardhë. Aplikoni lëngun e përfituar në kallo dhe e lini për të paktën disa minuta. Më pas përdorni një gurz me ril për të hequr kallot dhe për të ndihmuar kështu edhe në rigjenerimin e shpejtë të shputave të këmbëve. Kamomili mund të jetë një ndihmë shumë e mirë rigjeneruese për shputat e këmbëve. Kamomili ka veti të mira anti-inflamatore. Ai është ideal për trajtimin e kallove në këmbë. Mjafton të lyeni një top pambuku edhe me lëngun e kamomilit, të aplikoni atë direkt në kallot tuaja. Rezultatet që do të merrni në këto situata do të jenë të menjëhershme, rigjeneruese dhe do të evitoni gjithashtu krijimin e kallove. Nëse kallot janë shumë të acaruara dhe krijojnë vështirësi në ecjen tuaj, mos nguroni të konsultoheni me mjekun tuaj për të evituar kështu edhe dëmet e mundshme. Ekspertët tregojnë se për të mbajtur lëkurën e këmbëve sa më të butë dhe më të shëndetshme, duhet të kujdeseni më shumë për to. Nëse jeni një nga ata persona që kanë probleme me duart dhe këmbët duke vuajtur nga lëkurat e trasha që forcohen shpesh dhe quhen kallo, atëherë dini se sa e rëndësishme është gjetja e një zgjidhje për këtë problem. Të qëndroni të hidratuar është hapi i parë drejt një lëkure të shëndetshme dhe kjo vlen edhe për njollat dhe për kallot. Prandaj, mënyra se si i ndiqni trajtime në kushte shtëpie mund të bëjnë ndryshimin vendimtar për shëndetin tuaj. Megjithatë, përveç këshillës së përhershme të konsumit të 8 gota ujë në ditë, sot do ju sugjerojmë një trajtim krejt natyral që do të hidratojë në maksimum lëkurën tuaj. E një lëkurë e hidratuar do të thotë që për disa kohë do të shpëtoni edhe nga kallot. Përbërësit për këtë trajtim si gjithmonë i gjeni në kuzhinën tuaj, ndaj mund ta nisni në çdo moment të aplikoni atë. Ndiqni në këtë video çdo gjë që ju duhet sipas këshillave të Bright Side. Përbërësit që ju duhen në realizimin e kësaj recete janë 50 ml uthull molle, një fet buk, qese plastike kuzhine. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë. Hidhni uthullën e mollës në një enë dhe zhysni fetat e bukës. E lini aty disa orë derisa të formohet një lloj paste në sipërfaqen e bukës dhe më pas e vendosni atë mbi pjesën problematike me kallot. Mbështilleni sipër me një qese plastike në mënyrë që të mos lëvizë dhe e mbani ashtu gjatë gjithë natës në këtë mënyrë. Në mëngjes e shplani të gjithë zonën me ujë të bollshëm. Uthulla e mollës njihet për vetitë e saj antibakteriale që arrin të mbajnë larg bakteriet. Kur jo e aplikoni për mbajtjen gjatë natës në lëkurë, vetëditë pastruese të saj do t'i japin gjithashtu edhe një hidratim më të mirë të këmbëve. Mjafton të ndiqni këtë metodë një herë në javë dhe për pak kohë, në varësi të rezultateve këmbët tuaja do të jenë shpejt të shëndetshme. Nëse keni kallo vërtet të forta, provoni të zhysni këmbët në ujë të nxehtë me sodë buke për 30 minuta përpara se të vazhdoni më tej këtë trajtim. Kjo do ju ndihmojë që shtresa e parë e lëkurës të vdekur të largohet, duke bërë që uthulla e mollës të depërtojë shumë më lehtë dhe t'i japë gjithashtu rezultatet më të mira në higjienën tuaj të këmbëve. Ekspertët tregojnë se trajtime të mira mund të realizohen edhe në kombinimin me pastë me sodë buke. Shtimi i sodës së bukës në vaskën për këmbët tuaja mund të ndihmojë në lehtësimin e kallove. Mund të përzieni sodë buke me ujë derisa të bëni një pastë dhe ta vendosni direkt në kallo. Gjithashtu zhytni këmbët në çaj. Çaji është i mirë i ngrohtë dhe mund të shoqërohet edhe gjatë gjithë kohës, por mund ta bëni edhe të shërbejë për lëkurën e këmbëve. Kur e lani këmbët tuaja në vaskë, mund të përzieni pak çaj kamomili me çajin e pemës së çajit dhe kjo do ju ndihmojë në lëkurën e këmbëve. Ju mund të bëni trajtimin me uthull. Merrni një copë pambuku, bëheni me uthull dhe lidhni me diçka për rreth këmbës suaj në mënyrë që ajo të qëndrojë ashtu gjatë gjithë natës. Në mëngjes i lani këmbët dhe i pastroni me gur për kallot. Siguroni që uthulla e mollës të jetë gjithashtu vazhdimisht prezente në recetat tuaja. Ju mund të përdorni edhe aloe vera në fund për një hidratim më të mirë të shputave të këmbëve. Ju mund të përdorni gjethet aloe verës të pastër, aplikoni gjelin e bimës në kallo dhe mbuloni me një fash. Kallo do të jetë mjaftueshëm e butë dhe më pas do të heqet të gjitha papastërtitë dhe mbi të gjitha do të ndihmojë në një hidratim më të mirë të këmbëve. Këto receta natyrale në kushte shtëpie mund të japin rezultate të shumë pritura për rigjenerimin e këmbëve dhe lehtësimin e komplikacioneve. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk ka nëpër qëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.